Shpresat i kem që janë gjetë mas 27 viteve, me ardhë koha me vorros, dhe më thonë me borre vorem. Nuk ka ma vështirë, veç në familjarë që jemë. Edhe pse ende nuk dihet zyrtarisht, Lutfia Ademi i beson se mes kockave të gjetura në Kalludër mund të jenë edhe ato të vëllait të saj, Ademit, të zhdukur që nga lufta. Ai u vra së bashku me 22 intelektual të tjerë, teksa përpiqeshin t'u shpëtonin tmerreve të luftës, duke kaluar kodrave drejt malit të zi. E ke pas një varë qelë, nuk e pas fest, nuk e pas arheng, për shembull që se ke kujtu, që se shë që ai po mungon edhe në gjirin familjarë, edhe një drejt nëse je po, ai gjithmonë ka mungu. Dhe më thonë, shumë vështirë është 27 vjetë me jetu pa të dashurin tënë të familjes. As mantelin e bardhë të vëllait të saj, kirurgut që shërbeu për ushtarët e UÇK-s, Lutfia nuk arriti ta ruante si kujtim. Deri para nisjes së gërmimeve në atë zonë, një pjesë e saj ende besonte se një ditë do ta gjente të gjallë. Shpresë e vogël, e kom pas një shpresë të vogël që mundet me qenë dikon, edhe tash edhe ajo shpresë sa dhe e vogël që ka qenë edhe ajo tash më ka humbë. Kështu që shumë randë koka, shumë randë. Këto ditë në pritje, deri sa të mesh rezultate, në ditë kryhet ADN-ja, ditë bohët dita për me bo rivarimin e këtyne familjarve. Por edhe nëse konfirmohet se eshtrat janë të Ademit, ajo thotë se nuk do të gjejë qetësi derisa të gjenden edhe kolegët e tij dhe çdo person tjetër i zhdukur me forcë gjatë luftës. Një person ai ka vlerën për familjen e vet. Ai person është një babë, është një vlla, është një motër, ju mungon atyne, do me thonë, derisa zgjindet edhe ai e fundit, unë nuk mund me thonë, kanë bo mjaftueshëm. Më shumë angazhim në këtë drejtim kërkon edhe shoqata Zëri i Prindërve në Mitrovicë, e cila prej vitesh ndihmon Komisionin Qeveritar për Persona të Zhdukur me informata dhe dëshmi. Megjithatë, nga shoqata thonë se bashkëpunimi është i njohshëm. Shoqatat i kanë bërë këtë senet, kretë gashme i kanë marrë, Komisioni Qeveritar, Instituti kretë, e tash pëse mos me lajmërue, po une me prit pe familjari me më thirë, gjyllë a din diçka që ka ndodhur në dreth. Haziri thotë se familjarët nuk po njoftohen sa duhet për rrjedhën e gërmimeve. Shumë jam e zhgënjyme pse nuk kanë lajmërue çdo komunë. A mua, a motrën Ademit, s'ka lidhje kanë për një familjar për qëti grupi, ku prit kjo informacion me vite. Vetëm në Mitrovicë, bashkë me grupin e intelektualëve, të pagjetur vazhdojnë të figurojnë edhe 104 persona, nga gjithsej 638 viktimat në këtë komunë. Ndërsa në mbar Kosovën, fati rreth 1600 personave vazhdon të mbetet i pasbardhur.